Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot dua të ndaj me ju një nga recetat më të shpejta, të shijshme dhe mund ta përgatisni shumë lehtë në kuzhinën tuaj. Është e shijshme dhe e shëndetshme. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri, një qep të prerë holl, gjithashtu do vazhdojmë me një dorë bizele, një karot të ndarë në copa të vogla, një 100 gram proshut, gjithashtu të ndarë në copa të vogla, dhe do t'i skuqim në zjarr të ngadaltë duke i përzier vazhdimisht. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi perimet janë skuqur, do shtojmë një gotë oriz, të cilën më parë e pastrojmë dhe e lajmë. Unë gjithmonë e laj orizin, po ju si veproni mund të më shkruani në koment nëse e lani orizin apo jo përpara gatimit. Do vazhdojmë skuqjen derisa orizi të marrë pak ngjyrë, kështu si tregohet në video, dhe pasi është gati do shtojmë krip ose veget, spec të kuq, piper të zi, rigon. Masën do ta përziejmë shumë mirë dhe do shtojmë masën e ujit. Masa e ujit gjithmonë në varësi të llojit të orizit. Orizi që unë kam përdorur kërkon raportin 1:3. Pra për një gotë oriz unë kam shtuar 3 gota ujë. Nuk dua të harroj pa ju thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të më shkruani në koment. Pasi kemi vendosur masën e ujit, e përziejmë, vendosim kapakun dhe e vendosim të ziej dhe për pak minuta e keni gati. Është një recetë e përshtatshme për çdo vakt, për të gjithë familjen dhe nuk të zhgënjen asnjëherë. Ose si thot edhe mami im, është edhe bukë edhe gjell, pasi i ka të gjitha brenda. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos dilni pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.